Unë mendoj se për Partinë Socialiste është jeta vdekje ky mandat të cili këta duan ta marrin me çdo qëllim, pra me çdo mundësi, sepse duan të heqin prova, të zhdukin çdo gjë të mundshëm që të dëmtojë ata. Dihet që këta në rast se do të marrin pushtetin do të bëj alibit më të mëdha të cilët ju nuk do t'i keni parë kurrë dhe arroganca që e tregon qartësi një deputet i parlamentit i cili për mendimin tim dyshoj që do zgjidhet deputet, por gjithsesi kjo mbetet për të parë, tregon qartësi që Partia Socialiste dhe mënyra se si ka eksponentët e saj nuk janë politikan. Edhe unë këtë e vërtetova jo se u bë konflikti, po ata nuk janë politikan. Pra unë mendoj se ata janë antarë me të vërtet bandave dhe jam i bindur për këtë që ata që kanë bandit, se një politikan nuk mundet në një arrogancë të tillë të sillet ndaj një gazetare, ndaj medias, ndaj qytetarëve të thjeshtë dhe të bëj konflikt duke thënë që është zyra ime. Është zyra jote? Po, vendos figurën tënde, vendos flamurin e Partisë Socialiste dhe pse ti duhet zyrën ta kesh pa shenja dalluese të partisë politike. Pse ku je ti? Po je në grup kriminal i cili po bën ai organizat dhe përveç kësaj, fakti tjetër është më i rënd, leje zyrën. Hajde se për 60 ditë ai do ta deklaroj se pushtetin e ka mund të bëjë manipulime çfarë do qefi. Mbaroj kjo, nuk ka rëndësi. Po ajo tjetra që ishin gjithë ato zyrtar të shtetit që paguhen me taksat tona, qylgjit, qenat e administratës që për bukën e gojës. Ato, jo për bukën e gojës, për ato duhet të flakën të gjithë nga administrata publike, se janë ata që kanë marrë në qaf vllaj me vllajin duke u vrarë për pronën. Ato figura janë që kanë bërë këtë gjë. Ata në këtë komb, që vrite vllaj me vllaj për pronë, sepse ata marrin korrupsion. Ky është fakt konkret. Çfarë duhet i bëjmë ne këtij fakti? Prandaj arroganca është e tëra brenda asaj partie. Ajo parti, për mendimin tim, do shuhet, po shurja e asaj partisë do vi pas një kohë të gjatë sepse është pak vështirë. Po shuarja e asaj partisë do të vijë në mënyrë më kardinale dhe uroj të jemi këtu dhe do të shikohet se si ajo parti do të shuhet, sepse goditja që është bërë Partisë Demokratike, konkurenca e brendshme në Partisë Demokratike është ndryshe nga Partia Socialiste, që në Partinë Socialiste Erion Velin e futën në burg, po nuk ka njeri që t'i dali përballë Edi Ramës. S'ka. Kur nuk ka konkurrencë brenda partisë, ka vdekje partisë. Nuk është studim, është logjik popullore. Dhe prandaj e them, arroganca do ju vi me arrogancë. Dhe mbajeni mend që ata të cilët sillen me paratë e taksapaguesve shqiptar në mënyrë abuzive, do vi momenti që do merren mbrapsht një ditë. Dhe jam i bindur për këtë gjë. Edhe unë do them edhe çka tjetër, akoma më e rëndë se kja. Dëgjoj pak me vëmendje këtë edhe po ta them sinqerisht. Zotri, kush ka punuar në administratën publike është vendos një ligj që kur ka shkelje të rënda do t'i paguash nga xhepi ti që punon në administratën publike. Ta ka bërë partia jote që të shmangi përgjegjësinë, thot vulose ti, firmose ti, po ti do pagush lek. E dini ju këtë? Ekziston tani e tutje, vetë Partia Socialiste ja ka bërë këtyre që shkojnë vdesin për më mbledh votat të Partisë Socialiste. Aty e keni ligjin. Kush do të dëmtoj interesat e shtetit, nuk do të pagoj partia politike, po të pagojnë këta që mbledhin vota për një subjekt i cili është kapur në flagrancë duke vjedhur. Kjo është Partia Socialiste. Tani, mazhoranca duke pasur gjithë infrastrukturën shtetërore, çfarë nevoje ka që të krijojë grupe të tilla në një ditë si kjo, siç është procesi i votimit ku gjithçka do duhet të jetë e qetë? Nga se friksohet në këtë rast? Është jeta vdekje për Partinë Socialiste. Nuk e di nderuar, por edhe një herë t'ja rikujtojmë. Por Rama i ka më falni, Rama deklaroi që ka të sigurt rreth 78 mandate. Po, ai mund të thotë kam të sigurt gjithë Amerikën sot, që Trumpin nuk e ka të sigurt sepse duhet ta ftoj me kërkesë zyrtare, se vetë nuk shkon dot. Me sa di unë. Tani, nuk më interesojnë mandatet, edhe një herë. Mandatet shkojnë e vinë. Pushteti është më i rrezikshëm se opozita. Dhe unë jam i bindur që ata janë të rrezikuar, prandaj përbëjnë gjithë këtë përpjekje. Përpjekja e tyre është që të fshin, të bëjnë gjithçka që nesër mos të përballen me realitetin dhe në vërtetën. Vjen një ditë në këtë botë që jetojmë
fatura, inderuar, tek ju, në hapësirën tuaj, kam thonë që Erion Velin nuk e shikoj mirë nga janari 2025 në maksimum dhjetor 2025. Dhe nuk kam qenë ai që kam thënë qeveri teknike, shtyen zgjedhje, jo arrestimi, këto janë prava me mbret. Edhe ju a them me plot seriozitet përsëri, Partia Socialiste është në nivelin më të keq të jetës saj, të ekzistencës së saj dhe të ardhjes së saj në një moment të dytë pas ikjes nga pushteti. Është dyshuese, sepse nuk ka më konkurrencë të brendshme. Në një vend ku nuk ka konkurrencë brenda një subjektit politik, ai vend që quhet Partia Socialiste ka vdekur. Thjesht po e mbajnë me, si themi, personi I cili ka vdekur në mënyrë klinike, po e mbajnë aparaturat, dhe tani në këtë moment Partinë Socialiste po e mbajnë aparaturat, pra frymëzimin, frymën dhe të gjitha këto e mbajnë aparaturat që tani janë asete kombëtare që janë administrata publike. Po kjo administrat nuk e di që një ditë në një aksident të mundshëm mund të bëhet diçka dhe të vi një administrat tjetër qeverisëse dhe t'i thot, ti I ke kushtuar shtetit shqiptar kaq miliona dëm. O do t'i marrë nga ty dhe pasurinë tënde, o do futesh në burg, zgjidhe kë nga të dyja. Pra, në të dyja raste, nuk është mirë për një person që punon administrat. Prandaj unë them, administrata publike nuk mundet dhe s'duhet të jetë të bëhet lojë e një partie e cila sot është nesër nuk është. Merkel, 16 vite pushtet, një akuz nuk I kanë bërë asajt dhe as kabinetit vetë. Ndërsa këtit, 1000 akuza dhe ky pretendon të marrë mandatin e 4. Kjo është e pa imagjinueshme të ndodhi në një vend si vendi ynë. Prandaj unë atë që mendoj për qytetarët dhe mënyra se si është vazhduar kjo betejë dhe mënyra se si akoma nuk kanë dalë rezultat dhe mënyra se si dalin njerëzit në publik dhe kështu me radhë, për mua më vjen shumë dyshime, po gjithsesi do ta shikojmë. Si është e mundur që një figurë si Erion Braçe, I cili të paktën njihet si një nga socialistët e vetëm pothuajse të mbetur në Partinë Socialiste, të përfundojë në një situatë të tillë, saqë do duhej të kapej krejt në befasi dhe do duhet ngrinte duart para gazetarëve mbrëmjen e sotme. Është tregues I qartë, dhuna ndaj medjes është I dukshëm. Këtë e ka bërë kryeministri I vendit, kryetari I partisë vet. E ka gjuajtur gazetarën dhe thjesht është manipuluar pak situata. E kanë fshirë, nuk e kanë dhënë në mediat e tjera dhe mbaroi puna. Por është si puna e zakonit, kur burri të ngre një herë dorën, normalisht do ngret herën e dytë, herën e tretë dhe herën e katërt, bëhet zakon ai, pastaj edhe s'ka më rëndësi, s'ka vlerë. Pastaj po arriti gruaja edhe kallzon penalisht, pastaj e fut në burg. Prandaj kështu është edhe kjo situata. E lama si Ramës tot e Kazan, media, Kazan. Në fund fare, gjithë media nuk I thanë, ti Kazan ne, po, ti dil vetë në televizionin tënd dhe ne do kemi punën tonë e sapin tonë. Po jo, ati ti duhet edhe ti thot Kazan, edhe ti marrë në presion mediat duke I treguar fatura djathtas majtas. Prandaj, mënyra se si u soll ndaj një femre, për mua tregon që nuk është njëri I denjtë për të qenë deputet dhe parlamentar. Nuk e di çfarë do të bëjnë ashtu votuesit, po gjithsesi mbeten ato videot e personave të dhunshëm dhe jam I bindur që do duket një ditë të rastit ti, I cili mas një kohë të caktuar do kërkojë ndjesë publike dhe sikur mos të kërkojë ndjesë publike, dihet që një ditë ligji zbatohet dhe në zbatimin e ligjit ata të cilët kanë abuzuar ligjin sot I ke prapa ekurave. Ti do të shikosh rastin Veliaj se si kërcënonte Ora News dhe kur sot Ora News dhe kur sot Erion Velia. Çfarë të them tani?